Bismillahirrahmanirrahim. Mos ja urrej askujt të mirën që Allahu ja dha, sepse në momentin që zemra jote ndjen zili, ti sikur po thua në heshtje: o Zot, përse ja dhe atij apo asaj e jo mua? Zilia është një helm që e pi vet, por dëshiron ta vrasësh tjetrin me të, ndërsa në realitet nuk i bën dëm askujt përveç se vetes. Ai që ka pasuri, Allahu ja ka ndarë. Ajo që ka bukuri, Allahu ja ka dhuruar. Ai që ka sukses, Allahu e ka ngritur. Zilia është një sëmundje e zemrës që lind nga pakënaqësia me atë që Allahu ka ndarë për secilin prej neve. Hatim el-Lasam, Allahu e mëshiroft, ka thënë: i pash njerëzit duke pasur zili njëri tjetrin. Andaj meditova, analizova fjalën e Allahut të lartësuar ku ka thënë: Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya. Ne kemi përcaktuar për ta se si do të jetojnë në këtë botë. Kështu që e lash zilin, sepse ajo është kundërshtim ndaj ndarjes dhe përcaktimit të Allahut të lartëmadhëruar.